Më habit fakti se ju bënit paditurin sikur në procesin gjyqësor në Washington emri Edi Rams nuk është lakuar 13 herë, sepse ky fakt është komentuar nga të gjitha mediat amerikane, është komentuar se Agroneza i ka dhënë me Gonigalit $220.000 në emër të Edi Rams për hetimin e opozitës. Është komentuar dhe është sankcionuar se Edi Rama e ka pritur me Gonigalin dhe i ka kërkuar aty veprime ndaj opozitës. Është deklaruar se gjykata amerikane ka vendosur të gjithë qeverinë shqiptare nën përgjim të plot me urdhër për shkak të marrëdhënieve patologjike, marrëdhënieve të smura, korruptive të Edi Rams me Gonigalin. Është sankcionuar se me Gonigal ka marrë në hetim në Vjenë me akuzën për vrasje Elir Mec, të paraqitur nga Tom Doshi dhe Durim Bami, i shoqëruar nga Ministri i Drejtësisë. Është sankcionuar se me Gonigal ka gjobitur biznismen duke kërkuar 1 milion e 2 milion me dishmitar për të hequra për të vënë sankcionimin. Janë sankcionuar, është sankcionuar se i ka hequr licencën një kompanie për t'i dhënë një kompanie tjetër në të cilën Agroneza kishte interesa direkte financiare. Është sankcionuar se me Gonigal ka krijuar shoqëri me 3-4 persona në Shqipëri. Po çfarë kujtoni ju se do mund t'i fshijë drejtësisë amerikane? Po ky hetim është detyrimi më minimal që kemi ne ndaj drejtësisë amerikane dhe partnerit tonë. Ju mendoni se me deklarata boshe, me betime të rreme, do mund të mbroni Edi Ramën nga këto që ka kryer. Po edhe para 1 jave, para 3 javësh, New York Times, vetëm për vizitën e Erik Adam këtu, pas i shkrovi, i rikujtoi dhe njerë Amerikanëve dhe Shqiptarëve lidhjet Edi Ramës me Gonigalin. Faleminderit, zoti Berisha. Faleminderit. Pavarësisht që ligji nuk e detyron drejt për drejt, s'ka rëndësi, nuk e detyron drejt për drejt konferencën që t'i japi kohë hartuesve të kësaj kërkese për ta ripar kërkesën dhe për ta sjellë në kushtet ligjore, duke respektuar jurisprudencën kushtetuese në këtë pikë, pavarësisht që akoma nuk kemi bërë ndryshimet përkatëse në ligjin, ne i dham kohë hartuesve që ta sjellin kërkesën në kushtet ligjore. Dhe në datën 20/10/2025 keni sjellë kërkesën e dytë, e cila fatkeqësisht nuk kishte asnjë ndryshim thelbësor nga kërkesa e parë. Dhe me keqardhje vëre që edhe në paraqitjen që zoti Berisha i bëri kësaj kërkese këtu në sallën e parlamentit, konstatojmë se nuk ka asnjë objekt alternativ të propozuar, nuk ka identifikim të një fushë tjetër hetimore brenda të njëjtës tematik, ashtu siç e thot edhe jurisprudenca kushtetuese, dhe nuk ka ndonjë ndarje ose modulim të çështjes sipas rekomandativeve që ka bërë gjykata kushtetuese. Pra sërish nuk kemi një formulim alternativ. Nderuar koleg, nga pikpamja formale kërkesa e opozitës si plotson kërkesat procedurale për depozitimin në kuptimin e numrit të firmave. Formati dhe mënyra e paraqitjes janë përputhje me kërkesat formale procedurale të parashikuara në ligj. Megjithatë, vlerësimi formal nuk mjafton për të justifikuar ngritjen e një komisioni të morë nëse objekti nuk përmbush kriteret ligjore të parashikuar në nenin 5 të ligjit për komisionet hetimore.
Neni 5 i ndryshuar përcakton qartë se komisionet hetimore ngrihen vetëm nëse ekzistojnë të dhëna konkrete ose indicie të mjaftueshme të cilat krijojnë dyshime të arsyeshme për shkelje të ligjit nga organet e administratës shtetërore, subjektet publike ose zyrtar shtetëror. Këtë e thot Neni 5. Po jo vetëm kaq. Gjykata kushtetuese me vendimin 54 të vitit 2024 ka pohuar se e drejta për të ushtruar hetim parlamentar nuk mund të jetë e pa kufizuar. Kufizimi i saj lidhet me detyrimin që objekti i hetimit të respektojë parimet dhe standardet kushtetuese. Me qëllim që objekti i hetimit të respektojë këto parime dhe standarde, gjykata ka pohuar se duhet të përmbushen 3 kritere që të ngrihet një komision hetimor. Dhe këto janë: 1. Çështja duhet të ketë bëj me funksionin ligjvënës dhe funksionet të tjera për të cilat ai është i autorizuar të marrë masa ligjore. Këtu jemi okay. 2. Objekti i hetimit duhet të fokusohet në çështje ose në subjekte konkrete. Edhe këtu kemi çështje dhe subjekte konkrete. Dhe 3, që është më e rëndësishmja, duhet të ekzistojnë të dhëna ose indicie të mjaftueshme që dëshmojnë për ekzistencën e një çështje për të cilën është i nevojshëm hetimi. Dhe këtë e ka përcaktuar Gjykata Kushtetuese me vendimin numër 22 datë 5/5/2010, numër 20 4/5/2007 të Gjykatës Kushtetuese. Dhe në rastin konkret, fatkeqësisht vëmë re se nuk paraqiten fakte, prova, dokumente apo të dhëna të besueshme që të tregojnë se autoritetet shtetërore shqiptare kanë kryer veprime të paligjshme që kërkojnë hetim parlamentar. Vëmë re se kërkesa bazohet mbi pretendime politike, informacion mediatik dhe spekullime publike, të cilat nuk përbën shkak të mjaftueshëm ligjor për ngritjen e një komisioni hetimor sipas parashikimeve të Nenit 5 të ligjit. Dhe në asnjë dokument zyrtar të hetimeve amerikane nuk ekziston asnjë akuzë, asnjë dyshim apo referencë ndaj ndonjë zyrtari shqiptar. Dhe së fundi, nuk provohet ekzistenca e ndonjë vendimarrje apo akti shtetëror të falsifikuar, të shpërdoruar apo të manipuluar në funksion të ndonjë marrëdhënie me subjektin McGonigal. Çka ka kërkesa? Kërkesa ka një përmendjen e McGonigal, e ish agentit të New York, të FBI në New York, 2 zyrtar të presupozuar të përfshirë në afera për të favorizuar McGonigalin dhe sigurisht edhe kryeministrin Rama. Le t'i marrim me radhë në mënyrë që t'i shohim hap pas hapi sipas kërkesës për treguar që nuk ka një çështje konkrete. E para, mungesa e kompetencës dhe jurisdiksionit të kuvendit në lidhje me shtetasin McGonigal. Kushtetuta e Shqipërisë në 77-78 përcakton qartë se komisionet hetimore parlamentare janë instrumentat kontrollit parlamentar mbi institucionet shqiptare dhe zbatimin e ligjeve brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Në rastin konkret, çështja McGonigal ka ndodhur, është hetuar dhe është gjykuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Charles McGonigal, ish agenti i FBI-t, është dënuar nga një gjykatë federale amerikane për veprime të kryera në shkelje të ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo të Shqipërisë. Në asnjë dokument zyrtar të hetimeve amerikane nuk ekziston asnjë akuzë, dyshim apo referencë ndaj ndonjë zyrtari shqiptar. Prandaj, Kuvendi i Shqipërisë nuk ka as kompetencë ligjore, as jurisdiksion për të hetuar një proces penal të mbyllur tashmë nga drejtësia amerikane. Kuvendi nuk mund të kthehet në një tribunal politik që rishikon vendime gjyqësore të huaja apo që heton veprimet e një shteti të huaj në jurisdiksionin e një shteti tjetër. Një veprim i tillë do të krijonte precedent rrezikshëm kushtetues dhe do të cënonte themelet e shtetit të drejtës. Le të shohim gjitha shkeljet e pretenduara nga zyrtar shqiptar, gjoja për të favorizuar McGonigal. Dhe po i marr me radhë siç pretendohet në kërkesën e depozituar nga 35 deputet.
Në kërkesë pretendohet, dhe citoj, Megonigal kërkoi të kihen kujdes kompanitë ruse. U takua personalisht me zotin Duçka, me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama. Me kërkesë të zotit Neza, Megonigal nxiti kryeministrin e Shqipërisë të ishte i kujdesshëm në dhënien e licenca për nxjerrjen e naftës në Shqipëri të kompanive ruse. Këtu është dhe një lloj autogoli sepse e keni thënë vetë që ai pas ka dhënë një këshill miqësore shumë drejt që pasuritë kombëtare mos bien në duart e biznesmenëve rusë. Gjithsesi, nëse ka një ndryshim thelbësor mes qeverive Berisha paraardhëse të qeverisë Rama dhe qeverisë Rama, sa i takon vendburimeve të naftës, ajo ka të bëjë me mënyrën se si janë dhënë ato. Dhe nëse qeveria Berisha ka nënshkruar me veshje hidrokarbure me negociata të drejtë për drejta, me VKM ka qenë, pa diskutim, por i ka dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë, qeveria Rama për çdo vendburim nafte a gazi e ka dhënë duke ofruar dhe duke ndjekur garën e hapur ndërkombëtare dhe transparente. Ky është një ndryshim thelbësor. Dhe në lidhje me mbrojtjen e interesave kombëtare nga çdo influencë e padëshiruar e huaj, qeveria Rama qysh në vitin 2016, pa hyrë akoma në skenë me Gonigal, propozoi, ju lutem shumë sepse duhet i sqaroj një nga një për hir të Përfundoni, ju lutem. Pa hyrë akoma me Gonigal në skenë, ka miratuar ndryshime ligjit për hidrokarbure. Dhe në këto ndryshime ka sankcionuar që Ministria për shkak të sigurisë kombëtare mund të refuzojë lidhjen apo transferimin e kuotave të marrëveshjeve të hidrokarbure. Pra, një mbrojtje që e ka vënë qeveria shumë përpara se në skenë të hynte me Gonigal. Tjetër pretendim nga në kërkesë. Qeveria i hoqi fushat e naftës një koncesionari për t'ia dhënë kompanisë së ndikuar nga me Gonigal. Për t'i hapur rrugë këtij koncesioni rezulton se ish ministri i infrastrukturës dhe energjisë kishte urdhëruar që shoqërisë GBC Oil Company, përfaqësuar nga Degazsan Shqipëri Transatlantic Albania, t'i hiqeshin dy vendburimet e naftës, Gorish Kocul dhe Cakran Mollaj. E vërteta është krejt ndryshe. Gara ndërkombëtare për vendburimet është iniciuar shumë përpara shfaqjes së pretenduar të këtij agenti të FBI. Pra dhe kjo është e pavërtet që janë bërë të gjitha procedurat në funksion të dhënies edhe të kuptohet futjes së këtij agenti që akuzohet sot nga opozita për favore të qeverisë Rama.